Parlamentin në një institucion formal që vetëm vullos vendimet e qeverisë. Nesër zhvillohet seanca e fundit e këtij sesioni parlamentar dhe në rendin e ditës janë plot 33 pika. Mes tyre janë raportimet e institucioneve më të rëndësishme të drejtësisë, që nga Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë e deri te SPAK, institucione që kërkojnë debat të thelluar mbi veprimtarinë e tyre, problematikat që hasin dhe mënyrën se si e ushtrojnë këtë përgjegjësi kushtetuese. Ndaj transparenca përballë qytetarëve do të kërkonte seanca të dedikuara për këto raportime e jo raportime të kaluara me nxitim. Në të njëjtën seancë janë përfshirë dhe 10 projekt ligje me ndikim të drejtë për drejtë të qytetarët, si dhe 2 akte normative që prekin buxhetin e shtetit, ku do të veçoja aktin normativ antikushtetues për të dhënë 4.3 milion euro për një koncert privat. Përse ndodhe gjithë kjo ngutje? Sepse qëllimi i vetëm i majorancës është që këto çështje të mos debatohen siç duhen, të mos analizohen dhe të kalojnë pa vëmendjen që meritojnë nga opinioni publik. Kjo mënyrë e funksionimit është e turpshme, ku vendi është ndërruar në një noter të qeverisë, ku ligjet kalojnë me porosi dhe sipas interesave të klientëve të saj dhe jo sipas interesit publik. Dhe kjo ndodh në një kohë kur Bashkimi Evropian kërkon pikërisht të kundërtën. Edhe në vlerësimet e fundit të procesit integrimit është theksuar nevoja që Parlamenti të ushtrojë realisht funksionin e kontrollit ndaj qeverisë, që ligjvënia të zhvillohet përmes procedurave transparente, me cilësi të lartë, me konsultim real dhe me debat gjithëpërfshirës për qytetarët. Në vend të standardit evropian, kjo majorancë ofron ligjbërje me porosi, konsultime publike fiktive dhe një parlament që nuk kontrollon qeverinë, por i shërben vetëm asaj. Mjafton të shohim se çfarë ndodh edhe me procesin e konsultimit publik, ku gjatë muajve të verës, kur vëmendja e opinionit publik është më e ulët, ministrit kanë hedhur në konsultim publik me 10 projekt ligje me rëndësi, që nga 1 qershori deri më sot janë publikuar mbi 30 projekt ligje. Vetëm Ministria e Financave ka nxjerrë për konsultim 12 projekt ligje, Ministria e Mjedisit 6, Ministria e Bujqësisë 3, Ministria e Drejtësisë 2, e Ekonomisë 2 dhe Arsimit 1. Konsultimi publik është ndruar në një procedurë totalisht formale, pa ndikim real në përmbajtjen e ligjeve. Mendimet e qytetarëve, ekspertëve dhe grupeve të interesit nuk reflektohen sepse vendimet janë marrë paraprakisht. Po aq domethënës është dhe fakti se në seancën e nesërme nuk janë përfshirë projekt ligjet e opozitës, të cilat pasqyrojnë kërkesat e qytetarëve që prej 53 ditësh protestojnë në mbrojtje të pronës publike, të mjedisit, të trashëgimisë kombëtare e tjerë. Majoranca ka refuzuar të fusë në rendin e ditës projekt ligjin për shfuqizimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, projekt ligjin për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike që është dhe kërkesë e Bashkimit Evropian, projekt ligjin për shfuqizimin e paketës së maleve apo projekt ligjin për shfuqizimin e disa dispozitave të ligjit për trashëgimin kulturore. Pra, ndërsa ligjet e qeverisë kalojnë me procedurë të përshpejtuar dhe pa debat, nismat e opozitës që burojnë nga kërkesat legjitime të qytetarëve mbeten të bllokuara. Ky nuk është parlamentarizëm, ky nuk është standard evropian, ky është një model ku shumica përdor numrat për të mbyllur gojën e opozitës, për të shmangur debatin dhe për të miratuar ligje pa transparencë dhe pa llogaridhënie. Ne dënojmë këtë praktik dhe kërkojmë që kuvendi të rikthehet në funksionin e tij kushtetues, të kontrollojë qeverinë, të garantojë debat të hapur dhe të miratojë ligje në interes të qytetarëve dhe jo të pushtetarëve. Faleminderit.